Këto pamje I përkasin orëve të para të mëngjesit të së premtes së 10 prillit, në një prej zonave më të rëndësishme të Shkodrës, zonës muzeale të Gjuhadolit. Bashkia Shkodër ka dërguar një grup punonjësish për të shembur çatinë e një ndërtese të rënuar, që rrezikonte jetën e kalimtarëve. Në pamje të parë një veprim I duhur, por imazhet që të përcillen tregojnë anën tjetër të medaljes. Paradoksalisht, ndërsa bashkia kërkon të mbrojë qytetarët, rrezikon jetën e punonjësve të saj, që mbi çatinë thuajse të rënuar, kryejnë shembjen e saj pa asnjë kusht minimal sigurie. Skandali thellohet edhe më tej, kur TV1 Channel mëson se për këtë ndërhyrje, bashkia nuk ka marrë asnjë leje apo kërkuar autorizim nga monumentet e kulturës, pasi objektet në fjalë dhe vetë zona trajtohen me një ligj të veçantë. Ky veprim I nxituar mund të kishte rezultuar edhe më fatal për jetën e punonjësve që ndërhyjnë pa asnjë kusht teknik e masat më minimale të mbrojtjes në punë, pa folur këtu për dëmin që mund t'i shkaktohet monumenteve të tilla, kur veprimet ndërmerren pa proces verbale e lejet përkatëse të trashëgimisë kulturore.